إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد Allahu Azza wa Jalla falënderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë kurse salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë dhe madhërojmë Allahun Azza wa Jalla për mirësitë dhe begatitë e tij të mëdha, në veçantë për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit që na bëjnë dobi në çastin dhe në momentin ku s'ka dobi nga malli as nga evladi. Të nderuar besimtar, të nderuar imandi, të nderuar që e kërkoni mëshirën, bereqetin dhe ndihmën Allahut te bareke ve taala. Sot do të përmendemi bereqetin e kujdesit ndaj punëtorit. Sot do të flasim për bereqetin e punëtorit. Sot do të bëjmë vetëdijsimin ton se sa i nderuar është një pronar që ka punëtor nën për kujdesin e tij dhe çfarë shanse Allahu i ka dhënë atij që ai me fitu dunjon dhe ahiretin me këto punëtor. Në hadithin që shënohet në Sahihun Imam Buhariut, hadithin kutsi, thot Allahu Azza wa Jall, ana khasmu thalathatin. Un jam armik i tre njerëzve. Thot Allahu Azza wa Jall, un tre njerëz i armiqsoj, jam armiku i tyre. S'ka njeri mbi ruzullin toksor, pi ditës së parë e deri në ditën e gjykimit, që ka hyrë në luftë me Allahun Azza wa Jalla dhe në armiqësi me të, e që ka pas shansa me fitu këtë luftë, se dhe e ka humbur. E Zoti i Madh thot, unë jam armiku i tre kategorive të njerëzve. Kategorinë e fundit që përmendet këtë hadith, thot Allahu Azza wa Jalla, unë jam armik i atij që e ka marrë një punëtor dhe ka angazhu, e punëtori ka kryer punën e tij, e kjo ka hongër hakin e vetë. Thonë dietarët, kuptimi i kundërt i hadithit është se Allahu Azza wa Jall e bën mik të vetin një zotëri që e ka një punëtor e që punëtorit të vetë ja e hakun e vetë dhe punëtori i tij është i kënaqur me të. Miqësia par miqësi me Allahun Azza wa Jall ti përzgjedhe. Këtë miqësi dhe armiqësi e shef në sytë e punëtorëve tu. Nëse punëtorët e tu e marrin hakun në të cilin hak ti ke bë marrëveshje me të, gëzohu dhe i lumtur se i ke punë të mirë edhe me Allahun te bareke ve taala. Zot na ruaj, nëse punëtorit ja ke hongër hakun dhe ja ke në përkom të drejtat, ta di se si ke punë të mirë edhe me Allahun Azza wa Jall. Me atë punëtor të ngratë mund të lush si çdo ti, sa është i mbartë nga vendimet e tua dhe vendimi yt nuk kupton sa do të ketë rrogë në fund të muajit apo jo. Ama ta dish një gjë, se mbi ty o zotri është Allahu Azza wa Jall me pushtetin e tij absolut. E që kur ai ti shpall luftë dikujt, pasha Allahun Azza wa Jall, nuk ka forcë mbi ruzullin toksor që mundet me të ndihmu me i dalë përballë asaj lufte që Allahu ty ta ka shpall. Dhe s'ka forcë që mundet ty me të ndihmu që ti me e fitu atë luftë. I humbur dhe i dështum do t'jesh pa shybe, pa Rabbul Aleminin. O vëllezër, shtetet e tëra
në historinë e njerëzimit. Mbretëritë e tëra në historinë e njerëzimit kanë humbë dhe janë në zhduk shoku i padrejtësisë që ja kanë bërë punëtorit. Dhe se drejtësia ndaj punëtorit mban balancin dhe mban të gjallë shoqëritë mbi rrezullin toksor. Dhe se përgjegjësia jonë ndaj punëtorëve tonë nuk është se vetëm ligj, vetëm rregullore dhe nën ligje dhe nene që dikush i ka përcaktuar dhe detyrohemi me i zbatu. Jo, është një detyrim mbi 7 kaqej që obligohet çdo njeri që ka punëtor nën përkujdesin e tij, përkujdeset ndaj tij, ashtu siç përkujdeset ndaj vetes së tij. Nëse pronarët si shohin punëtorët e tyre si ortak në firmat e tyre, në ndërmarrjet e tyre dhe nuk rritën së bashku me punëtorët e tyre, s'ka bereqet ati dhe humbe mira dhe ndihme Allahut Azza wa Jall. Wallahi, në hadithin që shënohet tek Beni Israilit, hadithin që është sahih, personi që mbeti i bllokuar në shpellë, i ngreti durt në drejtim të qiellit dhe tha: "O Allah, tha sot s'pari herë tregoj kët. E kum pas ta unë një punëtor, ka punu të unë një kohë të gjatë, dhe në fund se mori pagën. Dhe shkoj, thot o Allah, une për rizat Zotit, të hollat që mi patlon, pa ta blej kafsh, dhe i patashtu deri sa u bon numri i tyre shumë i madh i baktive. Kur erdhe pas një kohë të gjatë, punëtori im që kishte punu të unë, të ma kërkon pagën e ti, i thash unë, paga yte janë këto bakti, kjo turma e baktive aty që janë, këto janë parët e tua, shko meri me gjithë çabanin dhe shka. Tha njeri ki frikën Allahut, mu su tallë me mu, tha unë të kam lënë ti pak pare. Tha vlla unë për i Zotë Zotit, i kam marë parët e tua dhe i kam investu, dhe ta kam shtu bereqetin e parëve tua, që ato janë tujat, meri dhe shka. Tha aji i mori gjitha ato dhe shkoj. Dhe Allahu Azza wa Jall e bëri sebeb këtë dua dhe këtë lutje, të sinqer që e bëri këtë besimtar, dhe hatri i kësaj sjellje të mirë ndaj këtij punëtorit, që Allahu t'u hap shpellën atyve. A shkon të një ndërmend kur s'hapët dogan aty, e kur të bllokohet malli në Selanik, e në Hurmus, e në dogan këto, e ta blokojnë mallin dhe inspekcione të ndryshme me pyet veten, ka dalë boju punëtor, o vllazën, ecni këto, helbeteve vllazën, mos i kum hi dikuj nërhak. Mos ta kumon kësa ati, në vlla, mos të kumojt, ma shumë se që i na marë vesht. Mos të kam ngarku me diçka, ma shumë se që ke mujt me bajt. Mos të kam thonë me bajt një kuti që i ka 50 kg me 60, që se mi marë vesht ashtu në ty me të ngarku. Dhe ty që të hecë puna kitë ka i mira dhe ka i mbara, mos haro se nuk është zotësia yte dhe shkastësia yte individuale, por qëndron një punëtor i sinqert që thot Allah e rujt këtë gazdën tonë s'na le keq kur. Po edhe kështu ka vëllezër dashur. Mendoni se kjo nuk ndodh, hala ndodh. Një ditë këtu në Shkup isha me një tregtar tonin duke hecë. E më tha, ky objekt, tha është bereqet i pandemisë. E shikova një objekt i madh, nëse tham që ka vlerë 3 milion pak është. Thosh në pandemi këtë e kivo? Tha po boq. Thash ti kitë ka prapa. Në pandemi janë mbyll firma të mdhaja, kanë dështu firma gjigante botrore. Ti në këtë treg tonin të vogël kemrin, pandemi këtë me bo, tha po. Tha si, tha kuj di valla. E duke ndejt, i hiki një laf. Tha unë i pata mledh punëtor në pandemi dhe ju pata thonë, as njoni s'ka me përzon për i punë. Dhe ju pata thonë, ka që pare kam bugjet që i ku mledh për me blej madhë. Madhë s'ka është tash me blej. S'ka edhe kush e blejnë madhën, as nuk porosis. Deri sa t'i hargjim krejt ato parët, bashkina mi hargjum. Sa do marun dhe mirë një dhe jo, për në rënqethe trupi, pasha Allah. Dhe ju pata thonë, kur t'a hargjim atë bugjet,
Kina me fillu me hargju mallin që e shesim. Sa do bëjmë promet që i thimin në shkup, nëse i bëjmë 2.000 dinar, kina mi donë në fund pazarit 2.000 dinar zbashku, atë sa do në dalin, atë ka një goj buk, ka një dilim buk, kina me qute shpia. Tha hoqë dhe me muj, Allahu nas provoj, a kishmi 1.000 dinare, 1.500 dinar, hyrje në muj, në budget, a nuk kishim, unë rogat baravaru a jepësha sikur kur kishim 2.000, 5.000, 10.000 euro qarkullim në nivel ditor. Derisa Allahu prej askundit, e që një njeri që më madhon një ide të një biznesi, e që sa punëtorë s'kishin nevoj që me punu, apet të rinim, tha, duqoni shprast, firma s'funksionojke, a i biznesi ashtu si honorar lëviste, dhe le tha, le nëse tha, kitë na i morëm rogat, le nëse su dëmtu bugjeti, po tha, kjo mbeti i bereqet. Thash, kjo nuk është bereqet i pandemisë. Kjo objekt i madh është bereqet i qatinve punëtorve, që për rizat Zotit i ki bo artak në mirën tonë. O vëllezër dashur, ajo ka shku ndonjë ndërmend një artikull, mesin 1.000 artikujve që i ke në firmë. Një ta ndash dhe tu shfitimin e kësaj do t'va jep punëtorëve të mi. Që me tu qele dhe ty ato kodrat, ato kufi, ato dogana, ato inspekcione me t'u largu, ato fatkeqësi me t'u largu, me thonë këtë artikuj 999 i kam për vete, këtë kam e da për punëtorët e mi, e në fund të vitit do t'u thamë, hesni, kjo është fitimi juve, malli juve. Vallahi e Ebu Bekra t'il, besimtar t'il, Allah ka, kemi nevoj mu përkujtu. A e bëjmë dë njerë që në fund të vitit, ku ta bëjmë balansin, që kemi bo njetë, mi fitu 10 dinare, kemi fitu 100, mi mledh punëtor me dhonë shife, këto në adhet janë te për si kemi planifiku, që gjysat po i marë, unë gjysat merë një unë dani me zvete. Sa të ka nërë bakshish për Rabbul Aleminit, s'ke dit as me ali, pas i zmetin me abo atëmve. Apo kemi jarë në një nivel, që ndo njerë na o gjallartë me thonë, o vëllezër dashër, nëse bile hitë s'ju një mëjnë i punëtorëve, bile një hisë zeqatët je pjani se gjyna. Mës ta zgate dorën, të e pas pronarin e vetë, njeri që ndimon gjithandej e mi haru punëtorët e vetë, e me artë e ogja me thonë ogja, man du man, po ku punon ti, po filan vendin, si be? Ajo është buri mirë, ajo musliman bë mirës, një dunjohë si ndihmon, si mund të ty mës me të ndihmu? Mës me pru punën deri këtë deregje. Do t'u a tham një gjo, bota në përgjithsi, ka shumë milionera e miljardera. Shkupi, ka shumë milionera e miljardera. Ama zotni ka pak. Zotni ka pak. Bëhu zotni o vla. Bëhu zotni, duke u tregu tamamile, hakikat vla dhe zotni, dhe mi dol zot. Punëtorit tëndë, që është mësë i afëm një ytë, e që gjithë pasuria yte është ndërtu edhe me mundin dhe sakrificin e atyreve punëtorve të gratë, që në fund të ngratë, që në fund të mujit shikojnë ka durët e tua, se sa kemi u dhonë që ata me kalu mujin e arshëm. O vëllezër dashur, Zotën e lutë se gjithve vëllezërve tonë, gjithve punëtorve, Allahu sabër, gajret të jep. Ta vetëdison Allahu shtetin tonë, qeverin tonë, pushtetin tonë, pushtetar tonë, që ta marrin një kalkulator ta kuptojnë se rogën që e marrin këto punëtorë, si ju mjaftojnë asë për 15 ditë me i kalun. Të kejnë frikën Allahut. Sikur që i bëjnë hesapin për vete, ta bëjnë hesapin edhe për punëtorët, edhe që këto statistika që ata vetë i bëjnë zyrtarisht, të marrin dhe të shijojnë në likurat e tyre. Jo vetëm kur bin nga pushteti, të vinë të na thonë pushtetar të hoxhe, diçka më kanë bo me një rogë, 60.000 dinar më kanë lonë. Tha, mi ta kanë bo. Se ti me 60.000 se ne paramendon me jetu, se e mësu edhe 100 komisione tjera mi marë ka një 60.000 tjera. Se kur s'ka shku mendja se që këto fukara, këto miskina, këto punëtorë që me djerës mundon me fitu, jetojnë me 30.000, 25.000, 20.000 dinar. Allah i vetë disoft, sa janë në pushtet,
ti bëjnë këto punë të mira, se për çdo dinar që ashtojnë rrogën punëtorit, Allahu a shkruan sadaka dhe sevap atyre njerëzve që kanë këtë niyet të mirë. Allahu na vëdësoft, e na udhëzoft ka e hajrit, ka ajo që është e hajrit dhe e mbarë dhe me atë me cilën Allahu është i kënaqur. E kulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرج حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة